Departamenti për kontroll të brendshëm, hetime penale dhe standarde profesionale në Ministrinë e Brendshme ngriti padi penale kundër GN në pozicionin inspektor i lartë për trafikim të paligjshëm me armë në Departamentin për trafikim të paligjshëm me drogë dhe armët, Departamenti Policisë Kriminale në sektorin për punë të brendshme Tetov dhe kundër OS në pozicionin inspektor i pavarur për trafikim të paligjshëm me drogë dhe armët në Departamentin për trafikim të paligjshëm me drogë dhe armë. Me këtë rast, Departamenti i Policisë Kriminale në sektorin për punë të brendshme Tetov, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale pengim i drejtësisë, sipas neni 368A të Kodit Penal, inspektori OS është prind i njërit nga dy të rinjt, të cilët më 4 tetor u kapën me drogë në Bërvenicë. I pandehuri i parë i cili ishte përgjegjës për trajtimin e çështjes në të cilën 2 persona u privuan nga liria për shkak të dyshimit të arsyeshëm se kishin kryer veprën penale të prodhimit dhe shpërndarjes së pa autorizuar të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve, sipas nenit 215, i mundësoi të pandehurit të dytë i cili nuk ishte i angazhuar dhe është prindi i njërit prej personave të privuar nga liria, të ketë qasje të plot dhe në dokumentacionin zyrtar dhe ta transferonte atë nga një hapësirë në tjetrën, të shoqëronte personat e privuar nga liria, të jepte udhëzime gjatë procedurës dhe të ishte i pranishëm dhe të merrte pjesë në bisedë me personat e privuar nga liria. Ai gjithashtu i mundësoi telefonin celular të konfiskuar përkohësisht të njërit prej personave të privuar nga liria, tek i cili u gjet një sasi e madhe droge, të dispononte telefonin dhe të fshinte dhe shkatëronte provat nga telefoni që ishin të rëndësishme për hetimin. I pandehuri i dytë, megjithse jo i punësuar, mori pjesë aktive në ndërmarrjen e veprimeve zyrtare në rastin në të cilin djali i tij u privua nga liria për shkak të dyshimit të arsyeshëm se kishte kryer një krim të prodhimit dhe shpërndarjes së pa autorizuar të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Sipas nenit 215 të Kodit Penal, me anë të të cilit atij ju lejua të kishte qasje në telefon dhe të fshinte dhe shkatëronte provat nga telefoni që ishin të rëndësishme për hetimin, njoftoi Ministria e Brendshme. Departamenti për kontrollin e brendshëm, hetimet penale dhe standardet profesionale do të paraqesë propozim për të filluar një procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore kundër GN dhe OS dhe do të vendos masë të detyrueshme të largimit nga vendi i punës. Më 4 tetor 2025 në orët e para të mëngjesit në Bërvenicë, policët kanë privuar nga liria IS 23 vjeç dhe NS 28 vjeç, të dy nga Bërvenica, ku gjatë kontrollit të automjetit BMW me targa të Tetovës që drejtohej nga IS, ndërsa pasager ishte NS, u gjetën rreth 100 gram kokain, një peshore digjitale dhe para. Njëri nga të kapurit ishte djali i inspektorit të antidrogës, OS. Më pas prokurori publik deri te gjykatësi i procedurës paraprake nga gjykata themelore në Tetov dorëzoi propozim për caktim të masës paraburgim për njërin të dyshuar, ndërsa për tjetrin masa kujdesi. Ata dyshohen se kanë qenë bashkëkryrës në veprën penale, prodhim i pa autorizuar dhe lëshim në shitje të drogave narkotike, substancave psikotropike dhe prekursor.